Shëretja këta e kuptoj në një varim. Në një varim, një grua pushoj se qari kur ndëgjoj zërin e tij. Willkommen, bienvenue, mirë se vini. Është thirrja që hap botën e Kabaret 1999, një thirrje që tingëllon si premtim për fest, por që sa më shumë zgjat shfaqja, aq më shumë kthehet në një ironi të hidhur. Mbrëmjen e 5 shkurtit në teatrin e qytetit të Gjilanit, kjo kabare u shfaq si një hapësirë e ndarë mes dy botëve, mes dëshirës për të jetuar dhe tregtisë me plagët, mes lirisë së sapo fituar dhe frikës së një sistemi që glabëron secilin që guxon të jetojë i lirë. Për mua. Nga unë. Zgjedhjet regjisoriale të Zana Hoxhës na sjellin në jetë personazhe të zakonshme në pamje të parë, por se gjithë secili e përplotson njëri tjetrin. Secili ka peshën, ngjarjen, luftën dhe mënyrën e vet të konceptimit të jetës. Secili është kompleks në të njëjtën kohë. Një realizëm i Kosovës së pas luftës që ende është në kërkim të mësuarit për të jetuar. Kabaret 1999 e shemb murin e 4. Publiku nuk është vetëm dëshmitar i ngjarjeve, ai është pjesë e saj me të qeshura e vallëzime. Personazhet janë të shkrira me publikun, të ulur edhe në mesin e tyre bashkëjetojnë momentet. Momente që rrjedhin natyrshëm dhe skena që të bëjnë të humbësh ndjenjen e kohës. Rrjedhja e shfaqjes është organike, e pasforcuar, nga loja e aktorëve, balerinëve, muzikantëve, e deri te kostumet dhe skenografia. Profesori universitar dhe regjisori Fadil Hysaj thotë se ky është teatër i vërtet dhe Kabaret 1999 e avancon teatrin kosovar. Shfaqjet e mira në kanë moment, ato rrjedhin skena pas skenës, një shoh komod, kuptimin e mirë, kulturalisht komod, por në njëjtën kohë shef se aktorët prej fillimit tonë kohën janë pjesë e një koncepti këtë rast që ka pas Zana, dhe secili artisti pranishëm aty prej balerinave, kompozitorit, aktorëve, secili është i lirë, ka një rrjedhë magjishme dhe din me thonë dhe ka hapësim me thonë ato që ndjenë dhe me thonë njërë më të mirë të mëshme. Edhe rrinë janë shumë marrë, ka një frimarë shfaqja, prej fillimit deri në fund. Kush asnjëri prej aktorëve s'do me tregu tashonet ka zë çka di me bëj, pa ata luajnë në një koncert. Kjo është një moment që avanson teatrin tonë në një. Kjo është teatri vërtet ku aktori këndon, son, krijon personazh, shpreh menim, por një të kohë ajo gjithë bashkërisht po në pjesë e një koncepti. Edhe atë koncept e përbin publiku, e planon emocionalisht në fund ku kryes shfaqja e këta artistëve me tërkitje meritume dhe i bën që mes me harru në ngjarjen tim. Me çaj, unë po të fry, sepse këtu jeta është e bukur. Në qendër të shfaqjes është Aida, e cila e shet qytetin me sytë e dikujt që dëshiron të besoj, të jetoj lirinë e të ëndërroj. Ajo përpiqet të mbajë distancën estetike, por distanca prishet nga varfëria, nga nevoja për punë, nga tërheqja ndaj sonit, nga përballja me Klaudion, nga kërcënimi i MC-s e bashkëpunimi me Ernestin. Kjo është drama e vërtetë e shfaqjes, jo lufta, por ajo që ndodh pas saj. Momenti kur njerëzit duan të jetojnë, të këndojnë, të duan, të fitojnë para, të ndërtojnë një normalitet, ndërsa një pjesë e tyre ende kërkon të vdekurit. Për aktoren Semira Latifi që e luan Aidën, formati i kabares ja ka lehtësuar procesin e krijimit të personazhit, teksa beson se shfaqja do të ketë jetëgjatësi. Muj me thonë që kjo ma ka ndihmu shumë, ma ka letu shumë, për me ndërtu një personazh, e ka plotësu personazhin shumë,
si personazhin tem edhe gjitha personazhet tjera, të cilat kanë skena së bashku, kanë storje së bashku. Është një formë e mirë e aktrimit ku secili aktor mundet me shfaq talentin e tyne në formën më të mirë të mundshme para publikut, e që sonte ndodhi që publiku e priti tepër mirë, reagimet kanë tepër të mira, edhe mendoj që është një projekt i cili ka me pas një jetë gjatë edhe një publik shumë të fortë mbrapa vetes. Kurse aktorja Aurita Agushi, që luan në rolin e zonjës Afërdita, është shprehur se aventura e këtij produksioni vetë se ka nisur. Jo me stërknaqën, do të thotë se aktori në skenë e ndjen energjinë e publikut, janë ndjen edhe frymarrjen, janë ndjen edhe energjinë, edhe gjitha janë ndjen, edhe unë e di që aventura jonë vetë sa ka nisë. Edhe ka me qenë shumë e bukur me krejt ata bashkë që kanë me ardhur me pa këtë spektakël. Në fund, shfaqja nuk ofron një përgjigje, ajo nuk e mbyll plagën, nuk e shpëton askënd plotësisht, por ajo na lë me një ndjenjë të fortë se jeta, edhe kur është e çrregullt, edhe kur është e ndotur, vazhdon të kërkojë lumturinë.